Tensionet në shtëpinë më të famshme kanë arritur në një nivel alarmant, duke I kaluar kufit të një debati televiziv dhe duke degraduar në kërcënime të hapura për përballje fizike jashtë formatit. Në qendër të këtij skandali të fundit të Shohgert, I cili në kulmin e debateve me Mateon e ka kërcënuar atë në mënyrë të drejtë për drejtë. Ashtu si dëgjohet dhe në video dhe reflektohet në pamje që po qarkullojnë me shpejtësi, Shohgerti ka përdorur një gjuhë mjaft agresive, duke I përmendur Mateos vendin e tij të punës dhe rrethin shoqëror. Për këtë kryq, ka me ardh me racën time të palestra, I bëj thirrje shokëve të tu të jenë gati kur të vi unë, shprehet ai në një deklarat që ka shokuar opinionin publik. Pas këtij presioni dhe fjalorit të paprecedent në këtë fazë finale të lojës, ka ardhur reagimi menjëhershëm nga familja e Mateos. Përmes një deklaratë të fortë publikuar në rrjetet e tij sociale, ata kanë cilësuar sjelljen e Shohgertit si një tregues të qartë dobësie dhe pasigurie. Në reagimin e tyre thuhet se kalimi nga fjalët në tentativa presioni tregon nivelin e ulët ku ka rënë situata, duke shtuar se përmendja e palestrës nuk është më thjesht një lojë. Kur dikush ka nevojë të vijë me fis apo të thotë mblidhi shokun, në fakt po pranon që vetëm nuk vlen mjaftueshëm. Kjo është pasiguri që përpiqet të duket si forcë. Mateo nuk ka nevojë të mbledh asgjë, sepse shokut janë për situata dhe njerëz më të rëndësishëm se ti, sepse kur je I qetë, I sigurt dhe me karakter nuk kërkon turm për të bërë zhurmë. Reagimi nga të afërmit e Mateos mbyllet me një ironi therrëse që I vë pikën gjithë këtij debati, duke në të kuptohet se Shohgerti as që do të ketë mundësi të afrohet atij pas mbarimit të spektaklit. Nga autostrada mund ta shikosh palestrën, shokët dhe Mateon pas të shtunës. Kjo përplasje e rënd pritet të jetë kryefjala e këtyre ditëve të fundit, ndërkohë që publiku është gjithnjë më I ndinjuar nga gjuha e përdorur pak ditë para se të shpallet fituesi I madh. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.